Përshëndetje të dashur miqtë e mi, përshëndetje të nderuar ndjekës, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin Monitor TV për të ndarë së bashku lajmet edhe ngjarjet më të fundit. Do të flas për një dyshe që në fakt na kanë mbërthyer për ekrani, janë Matteo dhe Brikena që publiku vazhdon të jetë akoma edhe më shumë kureshtar, tashmë pas përfundimit të Top Arenës se çfarë po ndodh me këtë dyshe. Fillimisht njëherë ju uroj një ditë të mbar, një ditë të bukur, një ditë me energji shumë pozitive, një ditë që ju t'ju dhuroj adrenalin dhe gjitha të mirat. Brikena dhe Matteo fillimisht njëherë duke që janë shumë të lumtur, duke që janë shumë pozitiv dhe duke që i dhurojnë shumë dashuri njëri tjetrit, i dhurojnë shumë emocione të mira. Në këtë rast, në këtë pikë që unë po flas, Matteo dhe Brikena tash kanë bërë dhe një lëvizje tjetër. Ju e dini shumë bukur që gjatë kohës kur ishte në transmetim Top Arena, Matteo dhe Brikena një javë para fundit, le ta themi kështu, e fshin njëri tjetrin nga Instagrami dhe e hoqin njëri tjetrin nga të gjitha platformat. Publiku me njëherë filloi që të ketë kureshtje, Tiranë çfarë po ndodh, çifti është ndarë, nuk është marrëdhënia e bukur, por unë gjithmonë kam qenë koherent me veten. Unë gjithmonë kam thënë që ky çift nuk mund të përjetojë ndarje. Mund të përjetoj zënka, mund të përjetoj debate, mund të përjetoj diskutime, por jo një ndarje të plot. Në me thënë ndarje të plot si çift nuk mund të përjetoj në asnjë dimension, sepse unë mes tyre, do me thënë mes Mateos edhe Brikenës, vërtet jam duke parë një dashuri shumë të sinqert, shoh një dashuri shumë të vërtet dhe nuk mundem në asnjë mënyrë ta përkufizoj këtë ndjesi me një ndarje, do me thënë nuk besoj asesi në ndarje. Matteo dhe Brikena, pas përfundimit të Top Arenës, një sezon jashtëzakonisht të suksesshëm, kanë bërë një lëvizje në rrjetet e tyre sociale, një lëvizje që në fakt mua më ka rënë në sy, por edhe ndjekësve ju ka rënë në sy. Do me thënë, këtu do të del tani në pa edhe një e vërtet tjetër, që unë e kam thënë gjithmonë, që Matteo dhe Brikena nuk e kanë fshirë njëri tjetrin nga Instagrami në asnjë mënyrë. Ato vazhdojnë edhe ndjekin njëri tjetrin në Instagram, por e kanë bërë privat, do me thënë, kur të klikosh emrin e Mateos, është privat, mund ta shikon vetëm Brikena dhe askush tjetër, ndërsa tani Brikena këtë gjën e ka bërë publike, do me thënë mund ta shohim të gjithë ne. Kjo nuk kupton që ka qenë vetëm një lloj strategjie marketingu që Brikena dhe Matteo kanë përdorur në Top Arena që për mendimin tim, gjithmonë, për mendimin tim, është shumë normale që personazhet publik të përdorin strategji të ndryshme sepse sot të gjithë në fakt përdorin dorën e strategjisë. Me thënë sot të gjithë përdorin strategji dhe strategjia është, le ta themi një farë mënyre akti më i lartë për ta shitur materialin tënd dhe Brikena dhe Matteo vërtet në të gjitha dimensionet kanë ditur të shesin dhe vazhdojnë të shesin materialet e tyre. Kam arritur të kuptoj nga njerëz të afërt me çiftin që marrëdhënia e tyre është shumë okay, do me thënë nuk ka asnjë lloj krisje në marrëdhënie, raportet i kanë shumë korekte, raportet i kanë shumë të bukura, nuk është se kanë ndonjë inat, nuk është se kanë ndonjë mlef, thjesht në të gjithë rrugtimin e tyre në Top Arena kanë respektuar rrugtimin. Tani është më se normale, edhe për mendimin tim, është më se normale që një personazh publik të respektoj rrugtimin. Unë mendoj që në Top Arena Matteo i dha shumë më shumë Top Arenës se sa ç'duhej t'i jepte. Jam i bindur që asnjë personazh nuk do t'ja jepte këtë peshën Top Arenës siç ja dha Matteo dhe Brikena. Nëse ky sezon është ndjekur dhe ka patur shikueshmëri kaq të lartë dhe kaq të madhe,
ka qenë fal Brikenës edhe Mateos që kanë qenë pjesë e programacionit të Top Arenës. Se për ndryshe, ky lloj reality show, le ta themi, se edhe kjo është një lloj show, nuk do të kishte gjithë këtë shikueshmëri. Po e them show sepse brenda kishte laramani. Do të thënë kishte shumë gjyra, kishte shumë pjesë interesante të show dhe nuk do të kishte kaq shumë shikueshmëri po të mos ishin pikërisht këto të dy. Do të thënë marrëdhënia e raportit të Mateos edhe Brikenës është një raport shumë i bukur. Çifti ka një marrëdhënie korrekte. Gjërat janë duke u shkuar shumë nice siç duket. Brikena tashmë ndodhet në Kosovë, shkaku sepse me patjetër do të qëndroj disa ditë pranë familjes së saj më të afërt, pranë njerëzve të saj të çmuar, pranë njerëzve të saj të shpirtit dhe njëkohësisht edhe Mateo është pranë shoqërisë së tij. Mendoj që angazhimi i madh që kishin në Top Arena në Shizon Top në këtë rast Mateo, dy emisione paralel nuk janë të lehta, e bën që Mateo dhe Brikena të jenë vërtet në shënjestër dhe të na japin vërtet një energji të bukur edhe shumë pozitive. Unë i uroj të gjitha të mirat, uroj me zemër që kjo dyshe të na dhuroj çaste fantastike, uroj me zemër që kjo dyshe të na dhuroj çaste të këndshme dhe shpresojmë që Mateo dhe Brikena të na vinë gjithmonë në formë, shkaku sepse duhet që të jenë pranë publikut. Çfarë do të ndodhë me çiftin, ne do ta kuptojmë në ditët në vazhdim, me patjetër që çifti do të ketë lëvizje, me patjetër që çifti do të vazhdon që të jetë pjesë e pandar e televizioneve, aty ku në fakt Mateo dhe Brikena kanë shëndritur gjithmonë dhe do vazhdojnë të shëndrisin si gjithmonë dhe uroj me shpirt që ky lloj rrugtimi të jetë një rrugtim që t'ju dhuroj atyre vërtet energji shumë të mirë dhe dashuri. Do të presim edhe në i dasëm, nuk i dihet, por që rezultojnë që të jenë bashkë dhe që e ndjeki njëri tjetrin në Instagram, kjo asgjë diskutohet. Do të thënë, gjithmonë kanë qenë bashkë, vazhdojnë të jenë bashkë, por atë lëvizje e kanë patur thjesht lëvizje strategjie që e kanë përdorur në Top Arena që unë vazhdoj ta them, është strategji është strategji normale që në fakt e përdorin të gjithë për të shitur materialin e tyre dhe në këtë rast Mateo dhe Brikena kërkonin që të shisnin normal materialin e tyre. Ju vazhdoni të vëndishni me subscribe dhe shkruani komentet tuaja. Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrim, përshëndetje të dashur miq, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin pikërisht këtu në kanalin Monitor TV për të ndarë së bashku lajmet edhe ngjarjet më të fundit. Tashmë dua të ndaloj tek një ish banore e Big Brotherit. Eliona Binjakaj kohët e fundit ka qenë shumë në shënjestër të medias ros. Çdo lëvizje e saj në fakt po komentohet, çdo lëvizje e saj po studiohet, edhe fansat duan të dinë më shumë rreth përditshmërisë Elionës. Jeta e Elionës dhe historia e familjes së saj ka qenë gjithmonë në fokus. Do me thënë që në ditën e parë kur Eliona është bërë pjesë e Big Brother VIP Kosova, tituj gjigant kanë qenë të shkruar për portale për familjen e saj, për përditshmërinë e saj, për jetën e saj. Dhe kjo gjëja në fakt ka ngritur një pikpyetje të madhe tek të gjithë shqiptarët se si është rritur Eliona, pse Eliona ka vuajtur kaq shumë. Në shtëpinë e Big Brotherit, Eliona na tregoi atë dhimbjen e madhe që e kishte në shpirt me humbjen e nënës edhe të motrës. Por fatkeqësisht familja Binjakaj përjetoi edhe një dramë tjetër në familje, humbën edhe xhaxhain e tyre. Do të thënë babai i Elionës, në rastin e Gjakov, humbi vëllaun e vet. Ishte një tragjedi në fakt që po ndodhi, ishte një tmerr që ndodhi në këtë familje, por gjithsesi do me thënë ka qenë një rast i cili ka vënë edhe një herë në dukje atë shpirtin dhe zemrën të Elionës.
Dita e djeshme ka qenë një ditë e dhimbshme për Elionën, pasi që në disa fotografi pam Elionën të përlotur dhe shumë të mallëngjyer për nënën edhe për motrën e saj. Një pllakë përkujtimore në shenjë respekti për nënën dhe motrën e Elionës, të cilat humbën jetën në Kroaci pas një ndeshje automobilistike, e ka bërë Elionën që të rikthehet edhe një herë në ato dhimbje, e ka bërë Elionën që të rikthehet edhe një herë në ato emocione. Sinqerisht, nuk jam duke folur në këndin e gazetarit, por jam duke folur në këndin e njerëzit. Unë jam shumë i lumtur që Eliona së fundmi ka gjetur atë emocionin e bukur të dashurisë, sepse mendoj që kjo do t'ja mbushë shumë plagë, do t'ja qetësoj zemrën dhe Klodi për Elionën do t'jetë një shqiponjë e bukur që do ta mbërthej me dashuri dhe atë dashuri që Eliona vërtet e ka humbur dhe nuk e kthen dot. Ajo duket që është shumë e kënaqur me Klodin, duket që po jeton shumë momentin me Klodin dhe duket që po i gëzohet. Unë Elionës sinqerisht ja uroj të gjitha të mirat, shpresoj që të mos ta shohim më me lot dhe le të mbetet kjo pllakë përkujtimore, një kujtim i bukur për të dhe familjen.